Ish kryeministri rumun Viktor Ponta ju bashkua garas për zgjedhjet presidenciale të majit, pasi kandidati prorusi ekstremit të djathtë, Kalin Gjeorgescu, u ndalua të kandidonte. Rumania do të përsërisë zgjedhjet e saj presidenciale me 2 raunde, më 4 dhe 18 maj, pasi gjykata kushtetuese anulloi votimin fillestar në dhjetor pas akuzave për ndërhyrje ruse në favor të Gjeorgescut. Doar românii trebuie să decidă. Unë do t'jem presidenti që vendos Rumaninë dhe rumunët në radhë të parë. Askush tjetër, asnjë kryeqytet tjetër, asnjë vend tjetër, asnjë udhëheqës tjetër politik apo organizat nga jashtë vendit nuk do të qeverisë më Rumaninë. Ponta u shpreh se pushteti duhet t'i kthehet popullit. 62 vjeçari, një ish udhëheqës i Partisë Social-Demokratike, tha se kishte mbledhur 200.000 nënshkrimet e nevojshme për të mbështetur kandidaturën e tij. Ai dhe kabineti i tij dha ndërheqjen në nëntor të 2015-s pas një zjarri katastrofik që ra në një klub nate, ku humbën jetën 65 persona, që qojnë në protesta antiqeveritare mbarkombëtare. Aso kohë, Ponta u përball me akuzat për falsifikim, pastrim parash dhe evazion fiskal. Ponta kandidoi më parë për president në vitin 2014 për humbin ndaj Klaus Iohannis. Afati i fundit për të paraqitur kandidaturat për zgjedhjet presidenciale në Rumani është 15 marsi, duke u dhënë partive të opozitës së djathtë përfshirë Aleancën për Bashkimin e Rumunëve dhe Partinë e të Rinjve pak kohë për të paraqitur një zëvendësim të mundshëm.